Përshëndetje dashur miq, rikthehemi në Antena Televizion për diskutuar në fakt një prej temave e cila ka marrë vëmendjen kryesore. Duket se në Partinë Socialiste, metaforikisht ka plasur bomba. E them ka plasur bomba për të vetëm një arsye, ajo që nuk pritej dhe ajo që nuk ishte e parashikueshme, edhe për shkak se kishte zëra të cilët thoshin që Veliaj do ta çojë vendimin e shkarkimit kushtetuese, tashmë ndodhi. Një mesazh i qartë për Edi Ramën, një mesazh i qartë për Partinë Socialiste, që Erion Veliaj do të luftojë deri në momentin e fundit, derisa ligji t'i japi drejt që ai të ketë mundësi për mos ta lëshuar bashkinë. Por çfarë tregon kjo brenda kampit të Partisë Socialiste? Çfarë tregon kjo brenda mazhorancës? Fakti që tashmë dhe zonja Balluku, por dhe zonja Manaseliu ka nisur punën e tyre me takime, fakti që vetë kryeministri Rama e shkarkoi, tregon që tashmë Veliaj nuk pret më të justifikoj apo të mos reagoj për këtë që po i ndodh, por ka zgjedhur t'i japi luftë drejt për drejt, qoftë edhe kryeministrit Rama, por qoftë duke e çuar këtë çështje edhe në kushtetuese, duke bllokuar për momentin atë se çfarë po ndodh me zgjedhjet bashkiake. Një prej çështjeve kryesore që diskutohet këto ditë, kush do të jetë kandidati i opozitës, dhe tashmë që kjo lëvizje ka ndodhur, tashmë do duhet të shikojmë, a do të ketë një përplasje të fortë brenda Partisë Socialiste? A do të jetë vetëm ky vendim apo kjo sjellje e zotit Veliaj, apo tashmë grupi i tij do të ketë një katarsis brenda kampit socialist? A do të mundohet grupi i tij të dobësojë Edi Ramën dhe të sjellë një luftë e cila tashmë duket se nuk i shpëton dot asaj se çfarë po ndodh në Partinë Socialiste? Këtë do të mundohemi të diskutojmë fakt në emisionin pa emër, këtë do të mundohemi të prekim mbi perspektivat e asaj se çfarë po ndodh në kampin e Partisë Socialiste, sa fuqi ka Erion Veliaj për ta ndaluar këtë vendim, çfarë pritet ndodh nëse kushtetuesja e rrëzon kërkesën e Veliajt dhe çfarë pritet ndodh nëse Veliaj bashkë me grupin e vet apo me mbështetësit e vet zgjedh të dali publikisht kundër Edi Ramës dhe të fillojë të flasë. Këto janë disa prej perspektivave që ne do prekim emisionin e sotëm së bashku me kolegun Anëri Bala. Anëri, kërkesa edhe për teleshikuesin nëse ke të mundur të na i lexosh kërkesën që i është dërguar kushtetueses dhe ju në fakt keni thënë që Veliaj... Kërkesa ka qenë një kërkesë e Këshillit Bashkiak e para nga avokati Albando Kushi, kërkesë për vënën... Albando Kushi, për ata që nuk e din, i sekretari i përgjithshëm i bashkisë. Po, është mbrojtësi ligjor i Jo, Erion Veliaj. e di që është mbrojtësi ligjor, po them në kontekstin që kush ka qenë ase çfarë pozite ka pasur më përpara. Sekretari ka pasur. I sekretari i përgjithshëm. Ai që u nxor nga bashkia pas vendosjes së Anuel Arisanit nga Edi Rama që përzu bashkë me Sara Goxhaj. Është personi që nisi atë konfliktin e parë, si thuash, midis Edi Ramës dhe Erion Veliajt. Zoti Veliaj kishte vënë si kandidaturë Sara Goxhajn dhe ose më saktë për menaxhimin e bashkisë Sara Goxhaj dhe Albando Kushin, Edi Rama i përzuri pas një mbledhje në zyrë, i përzuri të dy dhe vendosi Anuel Aristanin, ose sepse këta ishin në konflikt her pas here, pra Anuel Aristani me zonjën Sara Goxhaj. Dhe atëherë skuptonim gjë nëse mendonim që si ka mundësi që këta janë në konflikt, s'po merrnin vesh kush ishte e Erionit e kush ishin të Ramës, më kupton? Gjithsesi, sot Albando Kushi, me sa shikojmë, është tek Erioni, nuk është te Rama. Zoti Dokushi ka bërë një kërkesë në drejtuar kryetarit dhe sekretarit të Këshillit Bashkiak, cilët bazuar në nenin 23 kushtetutës, kodi procedurë administrim ligji numër 9, përveç qeverisë vendore të ndryshuar neni 11 i ligjit, se s'jam të lexoj ligjit tani, se mos ta bëjmë kështu. Lënda kërkesë për vënë në dispozicion të praktikës së plotë iniciuar për procedurën e shkarkimit të kryetarit Bashkisë Tiranës zotit Erion Veliaj, të nderuar në cilësinë e përfaqësuesit ligjor të zotit Erion Veliaj, duke u mbështetur në nenin 23
të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe bazën ligjore të sipërcituar, kërkoj nga Këshilli Bashkiak i Tiranës të më vërë në dispozicion praktikën e plotë administrative të iniciuar për procedurën e shkarkimit të kryetarit të bashkisë zotit Erion Velije, duke përfshirë, por duke mos u kufizuar në aktin ose aktet e nismës së paraqitur për shkarkim, argumenti ligjor dhe çdo dokumentacion tjetër ku mbështetet kjo kërkesë. Proces verbali dhe materialet e Komisionit të Çështjeve Ligjore Drejtësisë Sociale. Proces verbali dhe materialet e mbledhjeve ku është shqyrtuar çështja, çdo relacion shpjegues apo dokument tjetër që është bërë pjesë e kësaj procedure, vendime dhe relacioni shoqërues të tij së bashku me konfirmimin e prefektit të qarkut Tiranë. Kjo kërkesë bëhet në funksion të garantimit të së drejtës mbrojtjes ligjore dhe respektimit procedurave transparente, duke qenë se zoti Velije është palë e drejt për drejt e prekur nga ky proces. Për sa më sipër kërkojmë nga ana juaj që dokumentacioni i kërkuar të na vendoset në dispozicion në një kohë sa më të shpejtë. Bashkëlidhur prokurora e përgjithshme e përfaqësimit dhe karta e avokatit. Me respekt, Albando Kushi, mbrojtës ligjor i Erion Velije. Ka dhe një kërkesë tjetër drejtuar kushtetuesës, kjo është çike gjatë, por do mundohem të lexoj disa. Bazuar në nenin 115 të Kushtetutës, kryetari i bashkisë mund të shkarkohet për shkelje të rënda të Kushtetutës ose të ligjeve dhe mund të ankohet në gjykatën kushtetuese brenda 15 ditëve, ankimi i cili pezullon efektet e vendimit të Këshillit të Ministrave. Shi vendimet numër 15 datë 8/6/2009, numër 22 datë 7 tetor 2008, 29 dhjetor 2005 gjykatës kushtetuese. Këto duhen me u parë vendimet se për çfarë i referohet kërkesa. Në bazë të këtij parashikimi kushtetues përmes parashikimit të ligjit numër 139/2015, përveç qeverisë vendore, legjislatori ka vlerësuar të specifikojë 2 raste të asaj që do të konsiderohet shkelje e rëndë e Kushtetutës dhe ligjeve përmes parashikimeve të gërmës B dhe C, të nenit 62 të këtij ligji. Pra, neni 62 të këtij ligji ka 2 nene që janë shkelje kushtetuese. Nëse kryetari i bashkisë dënohet për kryerjen e një vepre penale, për sa kohë Erion Velije është i padënuar, vendim formës prerë, pra me vendim formës prerë, nga gjykata nuk paraqitet në detyrë për një periudhë 3 mujore të pandërprerë. Vetë legjislatori ka përcaktuar se ky ligj ka dalë dhe në bazë dhe për zbatim të nenit 115 të Kushtetutës. Për këtë arsye, shkarkimi i kryetarit të bashkisë është brenda jurisdiksionit kushtetues. Interpretimi i pajtues është i mundur kur një ligj apo dispozitë ligjore mund të interpretohet në më shumë se një mënyrë, njëra nga të cilat është në pajtim me Kushtetutën. Kjo metodë kërkon efektet kushtetuese të rezultatet ndryshme dhe përzgjedh rezultatin që është në pajtim me vlerat kushtetuese duke marrë parasysh këtë të drejtat themelore të individit. Vendimi numër 29 datë 31/5/2010 i gjykatës kushtetuese. Interpretimi pajtues është i mundur kur një ligj apo dispozitë ligjore mund të interpretohet në më shumë se një mënyrë, njëra nga të cilat është një pajtim me Kushtetutën. Gjithsesi që bëjmë ligjbërësi me nenin 62 të këtij ligji numër 139/2015 nuk ka synuar të krijojë një kategori të re shkarkimit të pavarur nga Kushtetuta. Por vetëm të specifikojë disa raste konkrete që përbëjnë shkelje të rënda Kushtetutës ose të ligjeve, sipas nenin 115 të Kushtetutës. Kjo kuptohet qartë nga mënyra si është ndërtuar dispozita gërma B dhe C, nuk dalin jashtë logjikës kushtetuese, por shërbejnë për të zbërthyer dhe konkretizuar nocionin e shkeljes së rëndë. Për shembull, dënimi penal me vendim të formës prerë, gërma B, është një formë tipike e shkeljes së rëndë të ligjit apo Kushtetutës për një funksionar si kryetari i bashkisë, ndërsa mos paraqitja në detyrë për 3 muaj, gërma C, përbën shkelje të rëndë nëse kryetari i bashkisë pa pasur ndonjë shkak objektiv, ka zgjedhur me vullnet të lirë të mos ushtrojë funksionin e tij. Kjo është kërkesa bazë që ka shkuar për gjykatën kushtetuese. Në të kundër, kur mungesa është rezultati një pamundësie objektive ose rrethana të jashtëzakonshme që e bën të pamundur ushtrimin e funksionit, ajo nuk mund të konsiderohet shkelje e rëndë, sepse ligji do të zgjerohej përtej kuadrit kushtetues të nenit 115. Pra, është e përcaktuar ku janë shkeljet e rënda dhe kur shkarkohet. Nëse do të pranohej kundërta, atëherë do të kishim të bënim me një normë ligjore antikushtetuese. Pasi ligjvënësi do të ishte shtuar një shkak të ri për shkarkimin e kryetarit të bashkisë, ndonse kushtetutbërësi me qëllim garantimin maksimal të autonomisë vendore ka përcaktuar shprehimisht dhe në mënyrë të kufizuar në kushtetut shkakun e shkarkimit të kryetarit të bashkisë dhe nuk ka dhënë autorizim për zgjerimin me ligj të shkaqeve të shkarkimit.
Vetë jurisprudenca e kësaj gjykate i ka konsideruar në kundërshtim me kushtetutën, duke i shfuqizuar parashikimet ligjore të dalën në tejkalime pa autorizim të parashikimeve kushtetuese. Shpesh, kushtetuta qëllimisht lë hapësira rregullimi nga ligjvënësi i zakonshëm, në mënyrë që të mos pengojë marrjen e nismave politike, ekonomike, sociale e kulturore nga partitë politike ose qeveria. Por kushtetuta përveç kësaj mund të parashikojë hollësisht dhe shprehimisht rastet për të cilat nuk mund t'i lërë hapësirë rregullimi ligjvënësit zakonshëm. Gjykata kushtetuese ka theksuar se për çdo rast kur rregullimi kushtetues parashikohet shprehimisht prej saj, ai detyrimisht do të zbatohet drejt për drejt. Përmbajtja e dispozitës kushtetuese nuk mund të menjanohet ose të kalohet duke dhënë përparësi akteve juridike që dalin në bazë për zbatim kushtetues. Ky detyrim rrjedh nga përmbajtja e nenit 4.3 të kushtetues dhe është një qëndrim i konsoliduar i gjykatës kushtetuese në çështje të tjera analoge, në cilat ka theksuar se atë që nuk ka dashur ta bëjë kushtetuta, nuk mund ta bëjë ligji. Prandaj nuk mund të pranohet se ajo ka aumentuar pa përmendur raste të tilla. Për këtë shkak, nëse do të pretendohej se ligji ka parashikuar në shkak të ri shkarkimi, atëherë do të prekej parimi i shtetit të së drejtës, i shprehur me përparësinë e normave të kushtetuesës në raport me normat të ligjore. Neni 5, nëse ke interes, a mund ta lexoj, gjase është që ke gjatë në fakt kërkesa e drejtuara kushtetuese, po janë diku tek 9, 10, 11, më falë, 12, 13, 14, argumentet janë shumë 15. Gjithsesi, kryesisht janë teknike që gjyqtarët ose gjyqtarët e kushtetuesit dhe trupa e avokatëve të zotit Velia i kanë çuar kërkesë. Ajo që dim ne është se sot në kohë rekord është zhvilluar mbledhja është hedhur shorti dhe është bërë shpallja e gjyqtarit të gjykatës kushtetuese që do ketë në dorë fatin e shkarkimit apo pezullimit të vendimit të Këshillit Ministrave për shkarkimin e zotit Erion Velia si kryebashkiak. Gjyqtare është Sonila Betja, e cila sipas medjave është bashkëshortja e gazetarit Andi Betja. Ideja është termal që tani në këtë dojëm... Ne gjithmonë e kemi thënë që gjithmonë e kemi, si thuash, pranuar që ka një lloj përplasje midis Ramës edhe Erionit. Pra nuk është habi, se nga që dëgjova në fillim që nuk është habi do ishte nëse Rama për shembull dhe Erion Velia do të ishin sintoni me njëri tjetrin. Që nga përplasja e parë kemi parë që pas vendosjes më njëhershme nxitimi për të vendosur Anuel Risani në krye të Bashkisë Tiranë, pra emëruar vetë nga Edi Rama, gjithë pritja tjetër për të parë pozitën gjyqësore të zotit Velia ka qenë talli e zotit Rama. Këtë zoti Velia do ta kuptonte kur hoqi nga si thuash nga të gjitha funksionet Rama, kur i hoqi nga të gjitha funksionet Sara Goxhajn dhe këtë zotin Alban Dokushi. Kjo ishte përplasja e parë, ku zoti Velia po nga burgu ishte shprehur se nuk e kam të pamundur të kontrolloj gjërat nga këtu dhe nuk e dija se si po vazhdonin punët në Bashkinë Tiranë. Pra, Rama teknikisht dhe praktikisht vendosi shkarkimin e zotit Velia që pas emërimit të zonjës Anuel Aristani. Rama, për Ramën, zoti Velia ishte i vdekur politikisht. Dhe këtë e bëri kur vendosi personat e tij, kur shkoi dhe ajo takimi që ishte ai, mos gabojnë 100 sa vjetori i Tiranës, që ishte dita parë kur u arrestuan në mëngjes dhe po ditë ose të nesme në darkë, zoti Velia ishte ju dha masa arrest me burg. Zoti Rama doli në atë takimin e nuk e di se sa ishte se mbaj mend tani të them vërtetën. Në s'ka rëndësitë. Po pra nuk ka, por gjithë fjalimi që mbajti Rama atje ishte se ose gjithë retorika që përdori Rama ishte që nuk
nuk do e lejonte Tiranën, se ju shoh fytyrë ngrysur e kështu, por nuk do e lejonte Tiranën të gradonte, edhe pse me padrejtësisht zoti Veliaj ishte i arrestuar. Dhe Tirana do vazhdonte punët e saj sipas projektit të Ramës. Përplasja e dytë ka qenë me hapësirat publike, ku që gjithë lokalet që sipas Edi Ramës kanë qenë shkelje ligjore, pjesa më e madhe e tyre, dhe e ktheu Tiranën në hapësira publike që quheshin lokale, që i kishin zënë, absolutisht mund të jetë, nuk e gjykoj nëse ka qenë vendim i mirë apo i keq, ama diçka më thot se është po Edi Rama që i ze hapësirat e publike dhe duke goditur Veliajn bën sikur është Benjamini apo fytyra kryesore e pastrimit të qytetit nga zënia e hapësirave publike. Kujtojmë këtu gjithë kullat dhe pallatet që jepen me KKRT në emër të zotit Rama, dhe nëse qytetarët e Tiranës deri dje kujtojmë Edi Rama është një nga arkitektët kryesor të Tiranës që shohim sot, duke nisur nga këtu ku kemi zyrat ne, komunë Parisit, që ka qenë mesera e ka qenë fush. Gjithë ndërtimet që janë bërë Tiranë, unë nuk jam kundër ndërtimeve absolutisht, pavarësisht se do më pëlqenin për çështje estetike ose guste që këto ndërtime të bëheshin mbi një projekt, pra të kishin një simetri pallatet, jo një 15 kate, tjetri 9, 4 një më i vogël dhe tjetri 42. Ka dalë Tirana si Tetris. Jam pro ndërtimeve, por estetikisht mund të ishin bërë shumë herë më mirë. Pra të kishe sistematika, kupton, jo vetëm për parqet, apo hapësirave të gjelbra, apo hapësirave komunitare të përbashkëta që janë publike që të shfrytëzoheshin, për shkolla, qerdhe, apo për rrugë, mënyrën e bërit, kurse këta e kanë bërë, si thuash, jo vetëm pa plan, po e kanë hyrë Tiranës, sipas ja kanë lënë oreksit të ndërtuesve më shumë se sa një plani urbanistik të mirëfill. Pra, nëse se të thuash që ishin ignorant, për shembull, që nuk kishin parë botën, këta të dy, si Erion Veliaj, si Edi Rama, e kanë shëtitur botën shumë vite më përpara. E din, kanë parë për shembull Barcelonën, mund të kenë parë Parisin, mund të kenë parë Londrën. Më kupton? Unë jam pro të ndërtohen kudo, ku një pronar do të zhvilloj pronën e tij private, absolutisht, po jam brenda sistemit. Jo një më poshtë, një më lartë, tjetri del anash, njëri merr leje për 10 kate e bën 21, këto janë gabimet që besoj dhe jo besoj, po janë gabimet që mendoj se rëndojnë mbi figurën jo vetëm të Veliajt, por edhe të Edi Ramës. Po të shikojmë sot, disa nga personazhet e opozitës gjithmonë ankohen për ndërtues, që s'janë as ndërtuesir, që kryesisht e kanë shkelur ligjin me të dyja këmbët. Kur vjen puna për një qytetar që hap një dritare, mund të kujtoj rastin e Bojken Lagos, këngëtarit që e dënuan me burg se kishte hap një dritare te banesa e tij, kurse me 10 pallate apo kulla që ndërtohen mbi lejen e marë, pra kanë marrë 10 kate, fjala vjen dhe kanë quar 15-16 kate. Kemi sot të gjitha kullat, pjesa më e madhe e kullave në Tiranë, nuk janë të mbaruar akoma, nuk janë të kolauduar akoma, dhe si thuash, administrata e zgjedhur për të mbarvajtjen e këtyre pallateve i shfrytëzon këto parkingun e këtyre kullave, i shfrytëzon për të marrë para. Pra si mundesh në objekte që nuk kanë përfunduar ende, pra nuk janë kolauduar, qoftë në raport me bashkinë, janë kantier ndërtimi, shfrytëzohen për parkim privat dhe merren para qytetarëve për të parkuar makinat për shkak të nevojave të ndryshme që mund të kenë ato në zonën ku banojnë. Për të mos dalë më tepër nga tema, se thjesht po tregoj disa problematika që ndoshta sikurse Veliaj apo dhe kushdo tjetër që ka qenë para apo do të jetë pas tij, duhet i menaxhojmë më mirë. Pjesa shkëputja e definitive e Ramës me Veliaj ishte kur i tha Këshilli Bashkiak mas 7 muajsh, pasi nuk ndryshoi gjendja gjyqësore e zotit Veliaj, i tha ta shkarkonin me të bëni një propozim, i mblodhi gjithë këshilltarët bashkiak aty në zyre, i tha ta shkarkojmë.
me shkarkimin, me njerë unë mblodh Këshilli i Ministrave, se i bën, kur duan këta i bën gjërat shpejt, në emergjencë. Unë mblodh Këshilli i Ministrave e shkarkoj. Matje ka zëra se për shkarkimin Edi Rama e ka kërkuar dhe presidentit ta dekretoj shkarkimin. Pa pritur fare që çështja të shkojë në kushtetuese, pasi pretendon se nuk ka shkele kushtetuese, për sa kohë dy nenet në fjalë nuk janë kushtetues. Pra, mos paraqitja nuk bën shkeljet kushtetutës. Është detyrim që personi fjalë të shkojnë në punë dhe nëse nuk e plotson afatin prej 3 muajsh, është i detyruar të shkarkohet. Kështu që të gjithë indicet kanë qenë. Kjo e sot me Armal ishte për të konfirmuar përplasjen e Edi Ramës me Erion Veliajn. Më saktë Edi Ramës e Erion Veliaj, sikur se e thash, dhe jo Veliaj me Ramën, i cili deri më sot ka menduar dhe ka shpresuar se minimalisht duke pas prokurorinë e posaçme, pra edhe gjykatën, absolutisht, ose strukturën e posaçme antikorrupsion, kundra figurës ti, kundër gjithë rrugtimit ti ligjor, mendonte se aleat minimalisht në këtë rrugtim kishte Edi Ramën, i cili ka qenë njeriu më i afërt, pra, si thua më i afërt, do të thoya më bashkëpunëtori kur vjen puna dhe e ka cilësuar Erion Veliajn her pas here si njeriu kampion, a kupton, një personazh që duhet marrim shembull, dhe kur vjen puna tani, ishte pjesa ose simboli i ekipit ti fitues në çdo palëzjedhje, kur vjen puna tani e hedh si pat keq në turën e druve dhe po tenton që dita ditës ti vej flakën asaj që jo ka ndërtuar, jo vetëm që ka ndërtuar Erionin, se kjo nuk është problem, por asaj që minimalisht ka thënë vetë, se kush është Erioni dhe çfarë pretendon të Erioni. Unë në këndvështrimin që shikoj unë tash... Edhe kjo pritej, se për këtë e nisa më falë, edhe kjo pritej, se të thash, avokatët ishin shprehur, për thjesht u duhej diçka konkrete që të... Avokatët mund e shprehur, por unë këtë shikoj edhe si një shkëputje që Veliaj tashmë e ka përfundimisht nga, do të them, edhe Edi Rama, po dhe Partia Socialiste, them Partia Socialiste, por vetëm në arsye që pas 11 majt, vetë kryeministri Rama tha që edhe sloganin e kishin me Edi Rama në drejt BE-s dhe zhbëri Partinë Socialiste në këto momente. Dhe nuk mendoj që zërat cilët janë kundër realisht zotit Rama mund të gjejnë vend në Partinë Socialiste. Koha politike ka treguar që shpeshherë nga Partia Socialiste kanë dalë grupime. Çështja që qëndron është, a i ka Veliaj këtë grupim për ta dëmtuar sadopak Edi Ramën në këtë moment të revanshit politik? Besoj se Veliaj ka qëllim të dëmtojë Edi Ramën. Veliaj, qëllimi parsor sot është të tregoj se po i bëhet i padrejtësi, qoftë nga struktura posaçme, se për Ramën nuk shqetësohet ai. Ai nëse fiton betejën me drejtësinë, ka fitu betejën me Ramën. Mjaft të fitoj që nuk e ka pothuajse të pamundur në kushtet ku është sot. Unë e kam në këtë kontekst, sepse në konteksti është fakti që ai e dërgoi shkarkimin në kushtetuese është një mesazh i qartë për Edi Ramën, se atë nuk e shkarkoi, atë u mblodh dhe një ish këshilltar i Maznikut dhe ish drejtuesi i mjaftit, i cili donte që Veliaj të shkonte dhe të fliste në Këshillin Bashkiak, ata nuk e lanë. I thanë jo. Në momentin që kryeministri merr vendim politik, mbledh Këshillin e Ministrave dhe të shkarkon, në atë moment Edi Rama, sepse çfarë ndodhi, Andri? Në momentin që zoti Rama bëri të ditur kandidaturën e zonjës Manasteliu, mund kishte bërë të ditur dhe kur tha që zonja Balluku do jetë drejtuese, do jetë zëvendës kryeministre dhe ministre e transportit dhe energjetikës me këtë portofolin e madh që ka, mund të thoshte që do drejtoj edhe fushatën politike e Tiranës. Ai priti pikërisht momentin kur e shkarkoi dhe delegoi zonjën Balluku. Pra i dha një mesazh edhe për Partinë Socialiste në ato momente. Pra unë në këtë këndvështrim e shikoj. Dhe fakti që ai... Zonjës Balluku i ka
i ka dhënë të gjitha, i ka delegu të gjitha punën. Në realitet, zonja Balluku është kryeministre. Dakord. Rama kryeministre, flasë se firë, mos e bën çfarëdo. Rama është turist në qeverinë e tij. Nuk e vën diskutim sepse vetë Rama tani dhe mbasi është lodhur. Ora, e petë mbledhja fundit që ishte mbledh Balluku me gratë, me Ogertën? Dakord, po mund të... Jo, pritë çfarë, se dikte. Jo, nuk e di, unë vetëm pash imazhe. Se di çfarë do them, se s'kem nga ta di, se s'kemi pas mundësi bëjmë biseda dhe bashkë. E pe gjë ministrën e financave aty? Jo, se pash më duket. S'ka qenë. Ti tregojnë gjitha fotot, aktivitetit. Si vura dhe re shumë, do më thëmë, po se kam parë. E mora vesh për këmë thua. Se pash. Qëne Dalina s'është? Se e di pëse s'është Dalina. Se s'ka muhabet, se ka mirë muhabetin me Belindën. Nuk flet. Po Dalina femër është, nuk është me pandalona. Apo fliste për bashkimin e gruas në PS. Pra, në thelb, Belinda nuk bashkon gratë në PS kur del aty se po bashkojmë gratë. Belinda po bashkon gjithë, si thuash, më flukset e interesit vetë. Klanin e vetë, që nesër pas nesër, jo vetëm të fusit duart edhe të Bashkia Tiranë duke ndihmuar Ogertën si kryesuese e fushatës Tiranës, po nesër pas nesër ajo do kërkoj edhe ndoshta kokën e Ogertës dhe kokën e Edi Ramës, se ka diçka normal. Ora ajo mund ta kërkoj, po ajo është në drejtën e saj. Në drejtën e saj politike është. Po politika tash mbrete. Po tani fush me angji nuk është politika, Anri. Nëse unë s'është ajo. Po s'është fush me angji, ajo ka ambicie. Ambicia është tjetër gjë. Po më ka pa ajo. Po jo, prit, po ngatrojmë ambicin. Ambicia ka kufi. Edhe unë kam ambicie, për shumë, unë kam ambicie që këtë studio t'jetë vetëm e imja, dalë vetëm unë këtu dhe që i bje, do të eliminoj ty? Si, kjo është ambicia? Po jo, një sekund. Po si, në qarë raporti e nëzirë ambicje? Aty ata janë... Janë shok e vlezër? Jo, nuk janë shok e vlezër, aty janë në një gara ata. Po qa gara, ma? Po ja më të them. Por për Rama thasë, jo për Delina në burë. Por unë besoj, thelbi qëndronë unë e kisha të Delina, nuk e kisha të Ramën. Unë mendoj që Ramën nuk e prek do të njëri nga këta. Ramën po e preku, do e preki rëzimi ti pushtetit politik dhe pastaj. Nuk besoj që Ramën të ketë fuqi zonja Balluku ta preku. Jo, së të ketë fuqi zonja Balluku. Unë po them që kur të vi puna do e pickoj. Sepse gjithë fuqia që po i jepe, e para herë zonja Balluku është në konflikt drejt për drejt me zoti Rama, dhe zoti Rama e di shumë mirë. Ka pas një përplasje shumë fort midis Belinda Balluku dhe Edi Ramës. Ku Belinda Balluku i ka bërë qartë Edi Ramës se duhet ketë kujdes dhe të ruhet. Ka pas da disa kështu kërcënime shumë të forta. Bashkë me klanin e saj dhe grupet e interesit. Këtë e dim shumë mirë dhe nuk ka nevojë që të na e pohoj apo mos na e pohoj askush. Problemi është se dhe ka ndodhur tani vonë. Para se të riemërohej si zëvendës kryeministre dhe ministre e transportit dhe energjisë. Sepse Belinda Balluku është personazhi më i rrezikuar nga drejtësia në Partinë Socialiste. Sot. Ka më shumë dosje se kushdo në SPAK sot. Ka pushtetin më të madh se kushdo sot në Partinë Socialiste. Dhe nëse Belinda Balluku është përdorur sistemin e her pas here për grupet e interesit, jo vetëm nga Partia Socialiste, por edhe nga Partia Demokratike, duke përdorur individ për të goditur në mënyrë të tërthore si zotin Velia, dhe kjo ka përdal. Do plasi një luftë tani midis do të nxjerrin dokumenta ata. Belinda, pse çka kujtos, do lën Belindën kështu të shëtisi. Po di unë ç'do bëjnë ata, po nuk janë budallë milete burr, nuk kanë bar. Do të thënë tashmë lajmi është që do ketë një luftë, do plasi lufta tamam me dokumenta me. Po janë më burr, jo se do plasi lufta tamam. Unë besoj se tani unë do nisi tani, po prit për ta marrë. Se do bëj avokatin e Ballukut, prandaj po të pyes. Se bën dot. Po e bëj në sensin të Ramës. Po jo mund do bëj të Ballukut tani, unë këtu do bëj. Po të Ballukut do bëj, po Rama s'ka dosje, do të bësh të Ballukut do bëj. Do bëj në diskursin pse ta them. Ore nuk do i dali nga Erioni më. Erioni do jetë, më beso shokun tanë. Erioni po ta them shumë sinqert. Po prit më ta shpjegoj se dua se ke qenë në plazh dhe nuk kam pas mundësi të flas. Edhe prandaj po ta shpjegoj njësoj si po ta shpjegoj atyre nga ekrani. Ka qenë një përplasje shumë e fortë midis Ramës dhe
Belindës. Ta them sinqerisht shumë e fortë. Dhe nuk ka qenë në Rama që në rastin konkret. A e diti që kur vjen Belinda shkon Belinda kryeministri, Rama është i tromakshër? Këto nuk i di unë. Po ta them sinqerisht. Ti e di që unë jam natyrë skeptike Nuk e duron dot. ngjarje. Nuk e duron dot dhe unë nuk po spekuloj. Jo, Realisht. thash jam unë natyrë skeptike, thash, nuk thash se po Ore, spekulon. skeptik jam dhe unë, po unë aty ku unë skeptik jam për çdo gjë, po jo aty ku e di që ca njerëz, ca individ Okej. janë njësoj si kur t'isha vetë aty. Se varet e ku e merr informacion, se unë jo se çdo unë kush. prandaj thash- Se unë po t'ishte se do merrsha çdo gjë dhe do kisha publikuar në portal çdo butallik që më vjen Jam në shumë Messenger. dakord dhe prandaj po ta them. Prandaj jam kujdesshëm, do kisha publikuar ato të Gazbardit atëherë që kishte folë me kriminalin, se kam bërë. Por këto që të them është shumë e vërtet, nuk e duron dot. Lufta nuk ka përqen midis Erion Veliaj dhe Belindës. Absolutisht. Erion Veliaj nuk merret fare me Belindën. Ka hallin e përballjes me drejtsinë për dalë i pafajshëm apo jo, ose minimalisht të bëj një lloj katarsisi të imazhit të tij, sepse ju nëpërkëm nga sipas tij nga prokuroria posaçme apo edhe këto ish bashkëpunëtorët e tij. Lufta ka përqen midis Edi Ramës dhe Belinda Balloku, po ka përqen luftë, kështu që s'ka për ta marrë vesh njëri. Sepse përplasja që ka ndodhur më përpara, që ka qenë shumë e fortë, Edi Rama është tip që nuk fal. Nuk është individ që mund ta kërcënosh dhe të thotë më fal. Edi Rama është tipiku i njeriu të skutave, që të bën sikur të po e kërcënon ti, të lën pozita ku ishe, të jep të gjithë mundësinë që ti të krijosh idenë se je gjithë pushtetshëm kundrejt atij dhe e gjithë forcës state për të bërë gjëra që të tjerët nuk do guxonin t'i bënin, dhe kur vjen puna një ditë të bukur, pastaj të godet në të gjithë fuqinë që ka ai, që e kemi parë që kryesisht e ka përdorur her pas here. Pra, sot gjithë pushteti që po jepet, po i dhurohet Belindës, nuk është për ta hynizuar, se aty është kryesore është Edi Rama. Nuk kam mbi Edi Ramën. Po edhe vetë zonja Balluku e di këtë gjë, ka thënë shprehshër për ekranin që është ai, pastaj emrin e tjerë. Të thjesha Ballukun. Po të them tjetër gjë. Nuk e kam te Balluku. Nuk po diskutoj Ballukun fare. Po diskutoj që gjithë pushteti po jep, nuk është Balluku, është një tjetër. Nuk ka rëndësi. Rama kur të jep shumë pushtet, nuk ta jep për të zëvendësuar për të qenë ti kandidati që do zëvendësosh Ramën nesër pas nesër. Ta jep pushtetin gjithmonë për të dhënë përgjegjësitë që këto përgjegjësi nesër pas nesër të rrezojnë ty ose figurën tënde. Në këtë kontekst, pra më shumë se sa një ofertë, një zgjatje dorë nga Ramës, më saktë është një dorë në qafe dhe më kupton çfarë po them. Të duhet kuptoj Balluku, nuk më them se Po besoj që kanë kuptuar të gjitha. Balluku e di këtë, po nuk e kupton dot Ermal, sepse të duken sikur janë gjërat okay. Më kupton dhe do jesh gjithmonë në atë konfuzionin, dyshimin se ore ky po më promovon apo po më godet. Po më promovon apo ma ka me të futme. Nuk e kupton dot. Kurse kur tjetri të vihet përballë dhe të godet, Ermal është tjetër gjë, sepse ti e di dhe do ruhesh. Kurse kjo është për të mos që personi mos të ruhet. Zonja Balluku e di shumë mirë të, po çfarë do bëj? Çfarë ka ndorë të bëj? Më ka ndorë të japi dorëheqjen, mos çfarë. Jo, më nuk e ka pse të jep dorëheqjen. Ajo ka ndorë tregon të kujdesshme. Mbi atë se çfarë firmos dhe kaq. Po, vetëm kaq është se tregosh do të kujdesshëm se i thot firmosi. Atë do e bësh ti. Siç janë këta deputetët që bëjnë sot gam për këto kompleset ose rezortet elitare. Këta e kanë firmosur, sot bëjnë gam për një kolibi që ndërtohet aty te lagja. Ata kanë edhe firmën. Thelbi qëndron që se i ka thënë Rama, o shoku, po, bën gam ti, se ç'a të bën Rama? Kur bën gam televizor ti që bën kështu si opozitari i brendshëm demokracia e brendshme e partisë, po thot ai. Po ja, se ka ngrënë Erion Braçe, për shkak se ta rrezova, ja ta një kujtova, se ke thënë fiks për Erionin, për këtë kisha. Ai ka firmosur këto rezortet. Braça. Po ti se ka ngrënë gjë ai. Po se ka ngrënë është punë tjetër, po ai ka firmosur. Ai që bërtet sot, ai ka hedh firmën. Pyete dhe interesohu. Ai ka hedh nesër pas nesër, or ndoshta nuk ka gjë për të ngrënë. Po tani ti që ke firmosur për këto,
Ne del në publik dhe thua, ore çana bëjnë këta me këto ndërtime. Ti je firmtar, ore. Ky e ka hedhur firmën për Ramës, i ka thënë ai do ikësh atje ta hedhësh. E pastaj bëjnë kam gjithë ditën ti. Në qeverinë e zotit Rama sa zvëns kryeministra ka pasur, se ka qenë Ametaj që u Edhe arratis. Erion Braça pra. Erion Braça nuk Ka ka qenë probleme me... zëvendëskryeministër. Jo, po them... Po dhe Erion Braça, edhe Ametaj, se kishte si zëvendëskryeministër. E kishte më dhe zvëns Po kryeministër. ç'a kishte si zëvendëskryeministër? Ishte zvëns kryeministër Po e Ametaj. mori për ministër... Po dakord, po më pas u gradua, po them. Tani Ermal, thelbi nuk e qëndron. kishte për detyrën, se po hynë te zëvendëskryeministri do hyshte Rama. A kupton? Tani thelbi Ai e hëngri si ministër financash Ore, dhe dakord, ekonomisë. ai e hëngri... E hëngri për senatorin që s'kishte lidhje me Jam shumë dakord. për Tani po financat që them kishte dhënë që mbi filozofin ku Rama të delegon pushtet, te kjo po qëndroj. po që të konsumoj më burr dhe Po gjithë dale projekti- mor të Ma them fal, pak po. se Të do kërkoj ndjes. kuptosh. Tha se ma the edhe Po e jo, mbarova. mor jo, e ka Të në kërkoj sensi ndjes, mbi filozofin. Po. Kush ka qenë zvëns kryeministrat e Partisë Socialiste ose qeverisë Rama këtë pushtet? Ka qenë Ametaj, ka qenë Braçe, ka edhe qenë mana zonja kjo, Balluku, Balluku. ka pasur element tjetër? Jo, se mbaj mend. Këto Se dy. janë gati... 3 mandate, po. 3 mandate, po. Po. Në përgjithësi nga që si mësuar që ai ti lej ka gjatë në këtë sens. Po mos e ka qenë. Nga Braçe këta- di un, Ametaj pastaj. Nga këta është djegur vetëm Ametaj. Braçe ka shpëtuar. Po s'ka lidhje ajo Shu- me djegjen. Jo, flasi Ore, precedent politik më bërë. Normal. Po këtu e kish kupton pra. Atë që po them se unë kur flas me ty du të kuptosh ti që se ndoshta bëj gabim edhe unë edhe s'm kuptoj edhe ata që na ndjekin. Nuk ka djeg zëvendëskryeministër Edi Rama më buri dhe jote. Edi Rama ka djeg njerëz që ka dhënë pushtet, ministër financë, Belinda nuk do digjet për firmat që do japin vend Ramës. Se cënon pushtetin e Ramës, imazhin e Ramës, do digjet për ministrinë e infrastrukturës dhe energjisë. Nëse ke pati një dosje që shkoj që ka firmos, më spak, ka firmos Belinda në vend të Ramës për një çështje të caktuar? S'ka pasur Jo, burrë. nuk ka. Po për Benin, Beni që akuzohet për incineratorët se ka marrë si prestanome në emra të tjerë 2 vila e Dreqe Shetan. Nuk ka lidhje me firmat që ka hedhur për Ramën. E din shumë mirë ata. Një firmë e hedhur për Ramën është mbrojtje nga Rama. Ka qenë dhe Niko Peleshi. Dhe Niko prandaj thash. Po më kujtua tani, po s'më kujtoj. Ore, nuk më vin Niko ka qenë i pari. Pastaj, kur filloi Erioni duke bërtit nga gardi, që bënde mba mend atëri që qau, tek Asamblea PS-s, e bëri Braçën. Pastaj e bëri Ametajn edhe të rindërtimit. Iku Ametaj rindërtimi, erdhi Belinda rindërtimi. Këto 4 kanë qenë me stadion. Kjo është besoj. Dhe nuk kujtoj tjetër, problemi është Erman, prandaj po them, kur Rama delegon pushtet, delegon që është njësoj tani unë që ti fik gjithë të dritat nga krau im dhe të ndes vetëm kraun tënd. Po. Aty projektorët e ty. Dhe të flas gjëra që dëgjohen publik, por nuk kuptojnë që unë dhe flas me zërin tënd. Shumë e bukur, mund të mbështellim edhe me perde aty që mos dukesh fare. Edhe fol pas perdes, tamam si ata elitat që Alban drejtojnë. Alimani thot Anri e ka më pas ka rëndësi, je shumë konfuz se me sa diun ato që ka marrë spak nuk kanë qenë në detyrë. Si s'kanë qenë në detyrë? Jo, në detyrë kanë qenë pjesa më e madhe që janë. Gjithë detyrë kanë qenë. Arben Ameda në detyrë ka qenë. Besoj që janë Beqe ka qenë drejtor, po e ka marrë për kohën kur ka qenë ministër. Kush s'ka qenë drejtor? Besoj që e konsumuam të pjesë. Në anën tjetër, mendoj që pas pak t'i lë me parlamentin, sepse Zeqineja ka kërcenuar Gazbardhin? PD-n, Berishën, i ka thënë do të keni fatin e Gazbardhit dhe ju këtu në parlament. Dhe mendoj që njerëzit të desha ndjekin... diskutoja pak atë temën që sikur se folëm, që për punën e reagimit... I kemi me 2 ditë vonesë atë. S'ka rëndësi se s'është një idea, nuk ka rëndësi se sa vonë jemi, se ne bëjmë tema sikur do të jenë Po do dhe momentit të fundit. qikshua jo se... Qa do? Ne... A ishte shumë e mirë si temë dhe ka temë për të diskutuar në thelb që
është përmbajtje që nuk mbaron. Është si puna luftës me terrorizmin që kanë Amerikanët. Është një luftë që gjen një armik që nuk e shef her pas here, po që të godet si fantazëm dhe ti duhet ruhesh gjatë gjithë kohës. Edhe narkotrafiku dhe parat që janë hedhur në ndërtim nga narkotrafiku është një luftë që ne e shohim nga ndërtimet që ngrihen çdo ditë dhe investitor. Nuk është tani edhe diçka tjetër, më fal se do ta theksoj. Nuk ka faj as Rama, as Erion Velie me Rama po Erion Velie nuk ka faj për ndërtime, sepse asnjë kryetar i bashkisë nuk i takon të bëjnë vetting, as të kuptojnë, nuk është institucion përmbarimor, nuk është institucion i hipotekës, as i drejtoria e pastrimit produktit veprës penale, që të kuptoj se nga vijnë lekët, nuk është as bank, se si xhirojnë lekët, që të bëjnë një analizë. Ky është kriminal, nuk ka as gjykat, as prokuroria, asgjë. Ajo që Rama ka gisht në thelb për mos pasur vullnetin për t'i goditur këto grupe. Sepse nuk mekanizmat shtetëror për të goditur këtë pjesë kanë dështuar. Dhe këtë besoj se po deshe e trajtojmë si temë, nëse do na vinte edhe Marsidi, po deshe nuk e trajtojmë. Po unë besoj se është temë shumë interesante dhe me vlerë. Ne kemi gjetë një që mund të trajtojmë edhe si koment dite. Se Peti çfarë tha, di pse do ta trajtoj, se më dogji ajo që tha Rama në atë takimin e fundit me këtë studion e agjencinë e pronave që ka ardhur së fundit të Forbesit, që tha që ndërtimet do rriten çmimet e ndërtimeve, madje edhe do dufishohen. Pra, këtu jemi në krizë, thonë që do rinë këtu ku janë dhe do blokohen dhe nuk ka nevojë më sepse tregu është i tejfryrë. Nëse këta do shtohen dhe do dufishohen, ata që do blen janë vetëm narkotrafikant, trafikant, njerëz korruptuar, pjesa më e madhe që nuk kanë një para të gjitha në zezë ose janë prestanome në emrave të tjerë. Jo, janë prestanome të emrave të tjerë, jo vetë ata. Qof politikan, qof edhe mbi këtë perspektivë. Fakti që ai thotë do rritet, pra kjo gjë nuk do ndryshoj kurrë. Unë besoj se ka interes që mund ta diskutojmë perspektivën ndryshe, po pastaj vendos vetë. Për Erionin, besoj se mbaron. Kaq besoj se mbaron. Dashur miq, mos harroni bëni subscribe në Antena Televizion, shpërndani në diasporë. Është shumë e rëndësishme që diasporat na klikojnë, të na japi një suport, por edhe ata që na ndjekin këtu nga Shqipëria. Mos u largoni nga Antena, do rikthehemi përsëri me intervista dhe zhvillime dhe ngjarje më të fundit.